Po ne kemi startu pikërisht tash një vetë, këtu në repartin e pediatrisë, krahasim me kushtet në repartin e vetë ku kemi qenë janë ekstrem shumë më të mira këtu. Ky spital është spital me standarde evropiane. Kushtet janë shumë të mira për punë, po edhe prej momentit që kemi kalu këtu, edhe numri i vizitave është shtu, numri i pacientave është rrit, shërbimet që kemi ofruar janë rrit. Për vitin e kaluar, për momentin që kemi dalë këtu, 36.000 pacientë janë vizitu këto fëmijë në repartin e pediatrisë. Kanë qenë të hospitalizuar 1.200 pacientë, 1.800 pacientë kanë marrë shërbime trajtime ditore, edhe shërbime tjera që i ofrojmë na këtu, me inhalime, me shërbime diagnostike që i përdorim me EKG, me këto që kemi pasat. Në kohë reale, na e përpunojmë pacientin me gjitha analizat e mundshme që ka nevojë. Për arsye se këtu e kemi afër radiologjinë, e kemi afër laboratorin qendror, kështu që fëmijë këtu kur vjen është diagnostikohet në kohë reale i merr gjitha shërbimet që na i ofrojmë si spital sekondar. Na jemi më komod, kemi domthonë mundësitë edhe hapësirat ku mujmë me vepru. Kemi edhe dhomat e pacientëve që janë domthonë nivelet standardit evropian. Kemi edhe kujdesin gjysmë intensiv poshtë që në rastet më të rënda që mujmë absorbu me nerë aty për aty edhe mi trajtu. Mes tjerash, fëmijët që janë këtu të hospitalizuar kanë edhe kondën e lodrave ku kalojnë kohën e lirë. Është pajisur me hidrosanitarët të veta, dhoma 2 krevetëshe edhe 3 krevetëshe. Kushtet shumë të mira. Po, na ka letu shumë se këtu konsultat bëhen në spital, bëhen rëntgeni, bëhet ehoja e abdomenit, kemi konsultat me repartet tjera, atje i kemi pas kushtet pak ma të vështira, pak jo po shumë ma të vështira, këtu i kemi kushtet super. Dhe spitalin e ka letu punën shumë, se këtu i kemi gjitha ofër, sidomos për barna, se na hek shumë keq për barna, e bajshëm materialin sanitar, materialin krejt e bajshëm prej ka e pëqej shumë poshtë, këtu e kemi shumë ma mirë, edhe kushtet i kena perfekte. Shumica e prindve, shumica e thuja gjithë, edhe njën shumë të kënaqur me kushtet, edhe me objektin. Jom prej të Martës, për shërbime nuk ka kur farvretje, kena shumë mirë, kena kujdes ndaj, motrat kanë kujdes shumë ndaj nive, si për bivat, ashtu edhe për nive, kështu që është gjithë shka në regull. Të e pas parasysh shtratat, senet këtu që shkojnë për mjekim, banjot, gjithë shka e kena ma letë.